Përderisa në vendet e zhvilluara perëndimore, përdorimi i teknologjisë nga moshat e shtyra është diçka e zakonshme. E njëjta gjë nuk është edhe në Kosovë. Rasti veçantë dhe i rrallë është Ragip Rusta, 93 vjeçari nga Peja, i cili ndonë se ka kaluar dekadën e 9 të jetës, ai është përdorues pasionant i internetit, të cilin e konsideron oqean të informatave nga të gjitha fushat. Ai ka edhe llogarinë e tij në Facebook, në të cilën kyçet çdo ditë si mundësi njoftimi dhe komunikimi me njerëzit përreth. Plaku jo i zakonshëm pejan ka treguar se ka gati 30 vjet që e përdor kompjuterin, të cilin i biri ja kishte bler 3 dekada më parë. E kompjuter unë merrna që 30 vjet. Para luftës më ka bler djali kompjuterin, mas lufte laptopin. Edhe mu ka bo shprehitja. Tash në smuj pa kompjuter. Ka sende interesante shumë, që krejt historia njerëzore është këtu. Shka të lip njeri, pe çdo lanie e gjon. Ai që interesohet, e ka mundësin. Po ka shumë njerëz që as nuk hin, nuk e kanë provu asnjëherë me aktivizu në këtë kompjuter. Kështu e kam besni portal Facebook-un, aty jam aktiv. Kështu që une praktikisht nuk muj pa e qelë çdo ditë, përveç kur jam i smut. Nëse jam smut, atëre e bëj një pauzë, një ditë, 2, 3, 5, varet derisa më kalon. Zoti Rusta ka treguar se përveç bashkëmoshatarëve të tij, të cilët tashmë janë në amshim, ai thotë se edhe ata që janë 10 ose 20 vjet më të rinj nuk janë aktiv në platformat e komunikimit në mediat sociale. Ka të moshës 30-40 vjeçar nuk hin. E ata të moshës 70, 80, 85, kur qysh. Unë hala nuk e gjeta një që po merret me këtë. Se që aty po ri unë me ata, me 2-3 vet janë 9 vjet më jo 9 vjet më të ri se une, ata e kanë 84 vjet, po nuk hin. Kjo një lloj i tregtimit, s'mundet njeri po to. Unë s'muj. Deri sa të shoh, megjithse më ka dëpsu pak shikimi, deri sa të shoh, deri sa punon mendja, unë nuk dona për ti. Shekulli 20, përgjithësi ka shku shumë përpara. Prandaj edhe dulen këto sende tash. Kompjuteri, i cili u kon dikur sa një shifonjer i madh. 2 me 3, 3 me 2, tash që një laptop ka 30 me 30. Analfabet e kësaj kohe, shekullit ka fundi shekullit 20, e shekullit 21, janë ata njerëz të cilët nuk e përdorin internetin. Shoqni tash nuk kom, për me vu edhe me pas shoqni, unë e kom pas dikur, po pet edhe këto kom pas. Për këto kom gjetë kohë. E tash i vetëm kom betë se ky. Përndryshe, Ragip Rusta është babai i këngëtarit të mirënjohur Adrian Rusta.